sepse një vepër kur bëhet, do më thënë një kënet, si të mund të jetë 5-6 hektarë, 5.000-6.000 hektarë, që është ujrat e jashtme që janë që vinë nga kodrat, nga lumenjt, nga këto, do më nuk derdhen një hidrovorë, nuk kalojnë në përfush, dalin për jashtë. Për shembull, po themi Oxhara, Darzeze që quhen ju. Aty kalon të vjosa për para semane. Semane është devijuar, vjosa është devijuar me argjinatura, edhe ose ato ujrat që vjen nga kodrat. Ja, për shembull, këtu kemi vjosën. Jo, kjo është vjosa, po. Nuk është një pamje për të çuditur, besoj që ka pasur edhe momente tjera, sepse edhe kjo është një gjë që ndryshimet klimaterike, ujrat, por kemi parë vjosën edhe herë tjera kështu. Çfarë ndodh? Kjo është pyetja. Tashti me vjosa për të shku ke toka, se vjosa do dalin. Dëgjoj, edhe në atë kohë vjosa, do më thënë, këto prure ka patur rase që ka patur prure shumë të mëdha se këto tashti, po themi. Unë kam qenë një fëmijë që dëgjoja gjithmonë prallën e vjosës që dilte, ma tregonte gjyshja. Kështu që unë e di që kjo s'është pamje e re. Dua të di si t'ja bëjmë që të mos na përmbyt. Ashtu. Edhe kjo tashti kur u ndërtuan dhe këto Oxhara në anë tjetër, në një anë krahun e djatë, edhe këto Novosela, Kërnia, këtë në krahun e majtë të vjosës që është kështu, edhe u ndërtuan dhe argjinaturat e vjosës, të dyja. Të shti këto argjinatura janë ndërtuar... Që kërkon ajo atje? Që kërkon kjo shtëpia këtu? Që është kjo shtëpia këtu? Se kjo është pyetja pastaj. Të shti ajo është një që janë ndërtuar argjinaturat, po argjinatura, në ndërmjet argjinatura e ka edhe një hapësirë, si thuaç, nga shtrati projt deri në argjinatur, mund të jetë diku 100 metra, diku 50, diku, si mbas kushte të tjera. Tashti ata këtu në këtë, ndërmjet bregut të lumit, edhe argjinaturës kanë bërë ndërtime. Ja, këta. Ato janë, Po mirë, ndalojmë pak te ky moment, ja i shikojmë këto të dyja. Ai ka ndërtuar këtu. Ka ndërtu vetë, nuk e di. Pastaj se dia e ka legalizuar apo jo, po kush ja ka legalizuar këtë shtëpi është për të penalizuar. Pas një dyshim, se kjo është krim. Ndërkohë, ky njeriu po e ka të legalizuar, është shtëpi vetë, është përmbytur me të drejtë kërkon dëmshpërblim. Ndërkohë, këto para që dëmshpërblehet ky njeri, duhet të shkojnë për të mirëmbajtur kanale. Dëgjoj, këto në asnjë mënyrë nuk duhet të ndërtohet. Ja. Në asnjë mënyrë nuk duhet ndërtohet, sepse edhe nuk për para 90-s nuk ishte ndërtime. Këto bën mbas 90-s. Bile Shkodra është më karakteristika akoma në këtë drejtim. E di, kam parasysh Obotin, vazhdo në njëjta histori. Dhe vetëm një gjë nuk bëjnë, të shpërngulen. Tashti, Oboti është përmbytet i pari, se është në kotë shumë të ulët. 5 metra gjys, 6 mbi nivelin e detit. Po, të jeshtë 20 km larg detit, 20 km larg, në lartësi 5 metrë, do në praktisht je në nivelin e detit. Nuk ka se ku të kulloj. Dhe ta shty ato me çdo shi ose me çdo prurje që del në bunë, në drinë, në bunë që vjen, përmbytet Oboti. Po mirë, mund t'ju bëj një pyetje se çdo vit është kjo histori. Diku më shumë, diku më pak. Si bëhet? Çfarë i bëhet me shtëpitë që janë vërdall, të cilat ndikojnë jo vetëm përmbyten vetë, po ato ndikojnë edhe në përmasat e përmbytjes, edhe në drejtimin e Po, dhe në sasinë e ujit që kalon se e pengojnë. Pengojnë ujin që kalon. Tashti ato praktikisht duhet të hiqen. Oboti, kur ndodhi përmbytjen, ai tërmetin 79-ën, ra në zonën e Shkodrës ishte më i madhi, dhe hoqi tërë fshatri. Se dhe përmbyte dhe u prishën shtëpitë dhe u ndërtua diku mbi rrugë aty. I larguan banorët? I larguan banorët, të gjithë. Pastaj kur erdhën ata aty? Mbas 90-s? Mbas 90-s erdhën prapë aty. Tashti edhe kërkojnë, thonë, domethënë, që të shpronsohen ato. E kanë atë, është e vazhdueshme. Do të thënë, shteti tani duhet marri një mas përfundimtare. Shteti o do të vazhdojë kështu si vazhdon, do të thënë që ti dëmshpërblej ata kur përmbyten, ose duhet të heqë. Po, është fare pa drejtë që të qëndrojnë ata aty, do të thënë ata. Ato janë vepra, ato është zonë
kalimit të ujt. Ajo është në pushtetin e ujit, domethënë ti ke ndërprer, ke ndërhyr. Është pjesë ti që ty ndërhyr në shtratin e lumit. Po, ja, domethënë kjo është komplet në ujë, ura mifolit, që është e rëndë, por edhe normalitet mund thuash, por ndërkohë po të shikosh shtëpit këtu afër, shiko ç'bëhet bëhet aty. Shiko ç'bëhet. Nuk e di, më vjen keq se ti thua një shtëpi bosh, nuk të, po mendon që aty ka njerëz, aty janë njerëz që kanë ngritur një jetë, është e rëndë. Po nga ana tjetër, do t'i gënjejmë këta njerëz, do t'i shohim si votus apo do t'i shohim si njerëz? Kjo është pyetja. S'ka kuptim ajo ti shohësh si votus, ka ikur. Ko tash ti duhet bërë çështë interesi i përgjithshëm. Po këtu për shembull kjo që thotë mi folit që është kërëtë. Po, mi fali. Gjithë një ka patur naturisht edhe. Por të ashti, në mi fol, se tu është nivelli ujt ngrihet më shpesh. Pse ngrihet? Sepse është ndërtuar ura më poshtë, se është dhe kjo problem. Cila ura? Ura tjetër që kaloj? Ura që kalon në autostrada. Po, ma jep një pame që ta shikoj, po. Po, e kam parasysh. Është gabim, është ndërtuar gabime? Të ashti, ajo, si është ndërtuar gabim, po, më të thuet gabim pse se ka një hapësirë drite që kalon ujtë është lënë për çdo urë lihet. Dhe kjo është vjosa këtu, dhe këtu kemi urën të ndërtuar, nuk e di sa kohë domë këtë të mi foli. Të është ndërtohet urë e re dhe ndërtohet me vogël, me hapësirë drite më të vogël. Nuk merr të njëjtën sasi ujë që merr mi foli. Tashti, kur vjen ujë, që vjen prurjet, si shërdi tashti domë këto përmbytjet, me gjithë se si ishin dhe aq se ishin, do më thëmë. Si ishin në mëdha tani ujra që? Jo, nuk ishin, do më thënë përmbytje kështu të ralla fare. Jo kështu njerë në shekull, si shto. Jo, asë njerë në 50 vjetë, asë njerë. Do më thënë, po, përmbytje ishin, do më thënë, nuk ishin zakonshme. Po, ishin. Atje tashti, ajo, duke mos e marrë, krijon mufatje të ujtë. Dhe kjo mufatje reflektohet këtu në pjesën e sipërme, reflektohet në argjinatura, reflektohet në përmbytye. Pra dhe ura e re ka një problem. Ura e re ka një problem, problemi është që është me hapësirën drita më të vogël. Edhe këtu del të është i problemi. Që? Po pse ta bëjnë me më të vogël? Po pse e kam bërë? Po pse ta bëjnë? Dhe unë vështire kam të kuptoj. Se nuk është puna se fitojnë në një të madhe në gjitha drejtimet. Dhe unë thënë, ta bësh më të vogël. Aq më tepër që një urë është, dhe unë thënë një vepër. E bëjnë sepse a i dinë si tu është. Po jo vetëm këtë. Po themi, po, kur vjen këtu me kurudhën, që ose ke patur parasysh, ose po ta shikosh nga ura, e kurudhën, nga rruga e re, e Levanit, e kurudhën, ka disa si ura, po, estakada i themine. E kurudha është ndërtuar me një lartësi në fushë, që është dhe rruga aty në Levan prapë është ndërtuar, por është ndërtuar dhe është ndërtuar mbi urë, si të thuash. Sepse kjo është një zonë që është lënë që në fillim dhe djetë që kur vjen ajo buna, kjo vjosa, këtu do të dali. është lënë zonë e lirë për të dalë kjo vjosa edhe të kaloj ujtë këtu. Të mos kaloj ujtë poshtë, sepse prish argjinatura, prish gjithë veprën. Edhe është lënë një vend kalimi, si tu është. Dhe për këtë vend kalimi, ne kur udhë la e urë, kurse kjo rruga e re, që u ndërtua, ka bërë një urë, po e ka bërë urë të vogël, që nuk e merë të njëjtën sa si ujë që vjen donë, kur da gjatë përmbytje, edhe kështu që kryon përmbytje të reja. Atere, përsëri dalim të institutet. Institutet bënin këtë gjë, që bashkonin dijen dhe ishte dikush që vendoste duke programuar që ti di këtë. Dhe thënë, një farë mënyre, të gjitha shkonin në një, ujë shkonte në një drejtim. Në një drejtim. Ai që bën këtë urë, nuk e di kush e ka bërë urën e parë, nuk komunikohet, për shembull kur u bë kjo urë, u komunikua gjë me dikë? Nuk e dim se ju s'keni si ta dini. Po realisht nuk ka një kokë, se këta të gjithë thonë Rama, po ç'a do bëj Rama? Ose ç'a do bëj Belinda Balluku në këtë rast që është ministre? Do thënë, ai që ka përgjegjësi duhet të jetë një njeri i cili kupton. Belinda nuk ma do mendja që kupton fare. Rama uroj të kuptoj ndonjë gjë.
Por kam përshtypjen që po nuk mori bum njerëz që marrin përgjegjësi dhe kanë dije, atëherë do përfundojmë gjithë duke bërë ka pushin kokë edhe vizitojmë urat pas përmbytjes. Belinda nuk është dhe detyra dhe nuk mund ta di. Lerama nuk jo se jo, po edhe Belinda nuk mund të ta di. Jo, se Belinda se e pash që vajti te ura mi folit. E pash që kur rash shiu, ajo ishte aty duke kontrollu. Po mirë, ven ato që tu edhe ndihmojnë për shkak se ka aty emergjencat e tjera probleme. Por po nuk u rikrijua një grup që le ta quajnë si ta duan, kjo të ndodhi për e. Po tashti pse ka ndodhur e, pse kanë bërë ata më të vogël? Që nuk u ka kushtuar ndonjë gjë, domethënë se kanë fituar e këtë duat kuptoj, se kanë bërë për para. Se hajde e bere për para do me një gjë dhe fitove shumë edhe unë ta hodh aty e kalova. Nuk është ky problemi. Por nuk e din